Shtetet e Bashkuara të Amerikës përshënojnë 250 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së tyre. Në përvjetorin e 2 shekujve gjysmë të pavarur, ambasada e SBA-s në Kosovë ka uruar qytetarët duke i rikujtuar figurën e John Hancock dhe rëndësinë historike të deklaratës së pavarësisë. Në mesazhin e publikuar, ambasada thekson se 250 vjet më parë u hodh një hap vendimtar drejt krijimit të Shteteve të Bashkuara, ndërsa John Hancock u bë simbol i guximit dhe vendosmërisë së themeluesve amerikan. Ushtrusja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu ka thënë se 4 korriku na kthente një nga parimet më fisnike të demokracisë, te vullneti i popullit si burimi i lirisë dhe i pushtetit. Por ne në Kosovë kjo datë është e pandashme nga miqësia me Shtetet e Bashkuara, të cilat na janë gjendur pranë në çastet më të rënda dhe më përcaktuese të historisë sonë. Ushtarëve dhe qytetarëve amerikanë u aportuan urimet më të përzemërta për 250 vjetorin e pavarësisë, bashkë me mirënjohjen për aleancën që na ka bashkuar në të kaluarën dhe vazhdon të na prijë drejt së ardhmës, ka shkruar Haxhiu. Edhe kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka uruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës me rastin e 250 vjetorit të pavarësisë, duke cilësuar SBA-n si një shtet që ka ndikuar thellësisht në historinë e lirisë dhe të vetëvendosjes së popujve. Kurti në një postim në Facebook ka theksuar rëndësinë historike të deklaratës së pavarësisë së 4 korrikut 1776, duke cilësuar atë si dokument themelor të vlerave universale. Sipas Kurtit, këto vlera janë reflektuar edhe në mbështetjen amerikane për Kosovën. Ai ka përmendur deklaratën e presidentit George W. Bush në Tiranë në vitin 2007, ku kishte thënë se më mirë më parë se sa më vonë. Duhet të thuash këtu i erdhi fundi, Kosova është e pavarur. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës në përvjetorin e pavarësisë së SBA-s e ka quajtur atë aleancë të përjetshme. Sipas Hamzës, miqësia me SBA-n është pjesë e identitetit ton shtetëror dhe dëshmi se vlera lirisë, demokracisë dhe partneritetit krijojnë lidhje të forta e bashkëpunim të qëndrueshëm. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku ka thënë se 4 korriku është dita kur u shpallën idealet e lirisë, demokracisë dhe dinjitetit njerëzor. Ai ka theksuar se për Republikën e Kosovës, Amerika është shumë më tepër se një aleat strategjik, është miku ynë më i madh, mbështetësi vendimtar në rrugtimin ton drejt lirisë, pavarësisë dhe ndërtimit të shtetit. Në përvjetorin jubilar të 250 të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini ka deklaruar se në këtë ditë nderojmë vlerat e lirisë dhe demokracisë që kanë frymëzuar botën.